Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar dhe për të ndarë me ju analiza rreth ngjarjeve dhe lajmeve më të fundit çfarë po ndodh tashmë në jetën e disa prej artistëve që realisht po mbajnë mbërthyer akoma sot e këtyre ditëve publikun shqiptar. Do të flasim për Heidi Bacin, që Heidi pati një rikthim dhe dha një shpresë te publiku që zemra e saj akoma re, zemra e saj akoma kërkon, zemra e saj akoma don një njeri dhe ai diet kush është, Romeo Veshaj, unë të paktën kështu e shoh. Dhe nga ana tjetër, shumë e përfolur është Loredana, përse Loredana është pikë shënjestër e të gjithë personazheve publik për ta lidhur Loredanën me një mashkull. Loredana është përfolur me gjestin, u shpik nga Xheneta kjo gjëja. Tani Xheneta thotë që kjo është e vërtetë sepse kanë ekzistuar dhe mesazhe dhe telefonata, po nga ana tjetër Loredana ka pretenduar që është një gënjeshtër e madhe dhe nuk duhet shpikur kështu gjërash. Loredana me Jozin kanë përfunduar marrëdhënien e tyre edhe pse publiku në fakt priste një rikthim. Ka patur video me komedi, do ta them, Loredana është treguar pak ignorante në aspektin e Jozit, Gjasmi nuk ja kupton botën, Gjasmi nuk ja kupton natyrën, Gjasmi e lejon Jozin ta gënjen etj, po ka thumbuar Jozin në të gjitha mënyrat. U fol për Don Gjonin dhe pika e pyetjes në fakt që po bëhet nga publiku është kjo: a është Loredana vajza e cila dëshiron që nëpërmjet këtyre lajmeve të jetë në qendër të vëmendjes? Unë mendoj që Loredana Brati dhe Heidi Baci nuk kanë në asnjë mënyrë interes që të bëhen tituj gjigant për to, sepse kanë atë sensin e humorit, e kanë atë energjinë e humorit, e kanë atë pozitivitetin që i karakterizon, që vërtet me pak gjëra të vogla mund të bëjnë shumë gjëra të mëdha. Unë e di që Loredana ka kapacitetin që një ditë të ri live në TikTok edhe mund të mbledh një audiencë të gjerë, të njëjtën gjë e ka edhe Heidi. Po duke ditur që janë vajza shumë të bukura, duke ditur që janë vajza që të audiencë, mendoj që xhelozia pak te këto dy vajzat, që të tjerat kanë për këto, i bën që të shpikin lajme të ndryshme dhe në shumicën e kohës t'i vënë në qendër të vëmendjes Loredanën edhe në këtë rast edhe Heidin. Unë shoh një marrëdhënie të bukur tek të dy gocat, shoh një marrëdhënie korrekte. Loredana mendoj që nuk është e fokusuar tek një marrëdhënie dashurie, sepse nuk është që nuk e ka kapacitetin të arrijë këtë marrëdhënie, por edhe Heidin e shoh më së shumti të fokusuar tek profesioni, më së shumti të fokusuar tek e ardhmja, se sa të fokusohet tek marrëdhëniet apo tek lidhjet e dashurisë. Kjo është analiza ime për të dy gocat.